qeveria, bashkë me Diramën, arritën të krijonin, si thua, fabulën, që këta kanë 12 vozit, janë të uritur, nuk do bëjnë asnjë lloj gjoje, po presin radhën për të vjedhur. Dhe pastaj ka rënë lapsit me ekuacionin, më mirë të mbajmë të hajdutët që kemi, apo këta që do vinë se dojnë më të uritur. Ç'është frike, ç'është, nuk e di, është perceptimi, është edhe i gabuar. Kaq thjesht dhe kaq vulgar ka qenë. Është mediokër, është mediokër vëlla. Nuk ta shpjegoj dot Shpendi se ç'a mediokriteti. Domethënë është mediokër, është në kulmet e neveris, kur i dëgjon njerëzit ç'a thon, ç'a vjellin. Këta njerëz që futen burg, vetëm burg për ta gjykuar apo për ta rehabilituar. Një parti që humb zgjedhjet, a rrin opozit për të rehabilituar apo t'ja mbash ti këtu 97 nuk është krenari fare as me e përmend. Është vllavrasje. Është bërë si kartë politike. Ka PR më të fuqishëm Rama, PR shumë të dobët Partia Demokratike, edhe në përplasje PR-sh ka fitu PR-i që ka dashur të marketoj vetë qeveria. Është shumë e thjeshta, do të thënë, njerëzit rrinë kanë sy te Ora Newsi, e kanë te X Newsi, te Y Newsi, te Z Newsi. Ky është burimi i vërtetësisë në Shqipëri. Momentin që Ora Newsi, X Newsi, Y Newsi thonë shikoj se qeveria Rama doli i tha bufi, i tha tjetri. Domethënë, mu desh mua me dalë në një televizion tjetër, s'po e them me emrin për respekt Ora Newsit, që thoshte bufi është totemi i zgjuarsisë, që dilte Berisha pas 2 javësh thoshte shikoj se po më komplimenton mua, se të gjithë ata që dilnin PD-s ishin të intimiduar se i thoshte buf. Flitej për bufin, jo për programin. Vide me çanta me program dhe dilte muhabetit e bufi. A kupton domethënë se ç'a niveli e ka pasur diskuti?